Shqipëria ka kaluar dhe një tjetër test sa i përket procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Grupi i punës për zgjerimin Koela i ka dhënë dritën jeshile raportit të piketave të ndërmjetme IBAR. E tashmë, dosja do të kalojë në Këshillin e ambasadorëve të 27 vendeve anëtare të BE-s në Coreper, mbledhja e cila pritet të mbahet të premten. Ky vendim i Unionit u përshëndet nga kreu i grupit socialist Tauland Balla, i cili theksoi se vendi ynë po mbyll një fazë të rëndësishme të integrimit. Pra jemi në përmbyllje të një jave brenda së cilës Bashkimi Evropian në respekt të atyre procedurave birokratike të vetat kalon nga grupi punës tek komiteti i përfaqësuesve, pra nga Koela tek Coreperi nesër, ku në farë mënyre miratohet gjithë ajo punë kolosale e bërë nga shumë institucione shtetërore, nga qindra djemë e vajza, burra e gra, të përfshirë në këtë proces të adresimit të atyre që kemi quajtur piketat të ndërmjetme. Për demokraten Jorita Tabaku, rëndësi ka realizimi i reformave, në të kundërt procesi ngec. Kush realizon reformat, ecën përpara, si në rastin e Malit Zi. Kush nuk i realizon ato, si në rastin e Shqipërisë, mbetet në diskutime gjata 5 mujore. Kështu që edhe në emër të Partisë Demokratike, vullneti i shprehur për ta mbështetur këtë proces, kalon për të fjalëve dhe kalon me akte. Pas kalimit të raportit në grupin e ambasadorëve, procesi vijon me mbajtjen e konferencës ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian në datën 26 maj, ku vendi ynë do të përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama. Kjo konsiderohet një nga fazat më të rëndësishme të procesit të negociatave, e cila i hap rrugë avancimit të mëtejshëm të Shqipërisë në mbylljen e kapitujve.